Gjelat e detit të importuar janë duke çuar drejt falimentimit 10 fermerë të zonës së Cakranit në Fier, që në ditët e para të dhjetorit mbashtuesit kanë dalë anës autostradës Levan-Tepelen për të mundësuar shitjen, por kërkesa është e ulët. Zona e Cakranit njihet për gjelat e detit cilësor të rritur në mënyrë organike, çmimi të cilëve këtë vit varion nga 11.000 lekë të vjetra kilogrami për një pul dhe 10.000 lekë kilogrami për gjelin e detit. Ky vit është shumë i dobët, nuk ka lekë, thon fermerët. E njëjta pamje si që vjet edhe si vjet, neve rrezikohemi shumë për shitjen e këtij gjeli detit. Një gjel me cilësi të lartë, me të gjitha me fjalë i rritur në kushte kullote në kullote lirë. Edhe vjen puna neve na diskutojnë këtu tash, jo kaq ishte atje, kaq ishte këtu. Këtu ma do mendje se hyn mall nga jashtë. Ndaj vritemi neve si fermer, na ngelet gjeli detit edhe mbas vitit të ri, pastaj nuk tregtohet më. Kam filluar me të shitur, nga 110 krerë deri tani, nuk ka ngelur 47 krerë. Po them tani me këtë çmim që është me 11 pula me 10 gjeli, miresh. Po mos vi çmim gjandeja nga jashtë, se po eri çmimi gjandej do të mish do ulet çmimi. Mund të shkoj edhe si shkoj vjet me 7 me 8. Njësia administrative nuk na bën një rrethake, që të shojmë atje, por rrim këtu torturohemi tër ditën e perdish, edhe nuk shesim asnjë. Të krahasosh punën e këtyre me punën tonë, ne dalim zero. Para një 2-3 vjet ka qenë mirë çmimi. Tani më duket se i sjell nga jashtë ai bie kryeministri nga jashtë, atë grekun, dhe ne ngele bigjos, ne vetë sa votojmë atë. Nëse nuk do të shiten, do ta ulni çmimin? Po neve po, në qoftë se nuk do shiten, do ta ulim, po ku të çojmë? Sa ta ulim? Ne dalim jek. Jemi të falimentuar. Si vjet është gjendja shumë e rëndë. Pse është e rëndë? Se plus që këtu s'ka njerëz me, edhe ata që kanë ngelur nga 2 veta për shtëpi, po me keqja është që nuk të le ai tregtari i madh, se po bie akoma nga Greqia. Po i fut mahunet sot ai. Mbashtuesit e gjelave të detit apelojnë për ndalim të importit të gjelave të ardhur nga Greqia, pasi po i çojnë drejt falimentimit.